Përshëndetje. Disa nga ushtrimet që unë punoj në mësime matematike online për nxënës të klasave të nënta apo gjimnazeve janë të tilla. Ju jepet vlera m, rënja e pesës plus rënja e treshit dhe n rënja e pesës minus rënja e treshit. Dhe ju kërkohet të gjeni vlerën e shprehjes p-baras me m plus n përmbi m minus 1 i qita në katror. Atëherë duket shumë e vështirë në këndvështrim të parë, por nëse ju tregoheni të kujdesshëm dhe punoni shpeshherë ushtrime të tilla, atëherë do kuptoni që ai është si një lojë, pra sikur ju po plotësoni një puzzle. Atëherë ku fillon? Zgjidhja fillon me zëvendësimin e vlerës së m-s edhe n-s tek barazimi. Por do keni kujdes. Kur keni minus, do përdorni klapën. Si më poshtë. Atëherë, p-baras m plus n. Atëherë, rënja e pesës plus rënja e treshit, që është m-ja, plus n. Plus nuk përdorim klapën se kemi veprimin plus dhe elementet nuk të ndryshojnë shenjë në të kundërt. Përmbi m minus n, atëherë rënja e pesës plus rënja e treshit minus, këtu vendosni klapën sepse do ju rikujtohet, vendosni nën, minus rënjën e treshit. Kur elementet brenda një klape kanë përpara minus, atëherë dalin jashtë klapës me shenjë të ndryshuar. Atëherë si do dalin? Tani lart kryeveprimet rënja e pesës plus rënja e pesës janë të ngjashme dhe bëjnë 2 rënja e pesës. Rënja e treshit minus rënjën e treshit janë të ngjashme dhe reduktohen, pra japin 0. Çfarë mbetet poshtë? Do e shkruajmë edhe një herë që ta nxjerrim nga klapa, rënja e pesës plus rënja e treshit minus rënjën e pesës dhe minus minus bëhet plus rënjën e treshit e gjitha kjo në katror. Varas 2 rënjën e pesës përmbi rënja e pesës minus rënjën e pesës reduktohet, bën 0 se janë rënjë të ngjashme. Rënja e treshit plus rënjën e treshit na bën 2 rënjën e treshit, por e gjitha kjo në katror. Pra ajo çfarë ka ushtrimi kush është? Janë veprime të shumta, por nëse ti i kryen sipas një radhe të caktuar, atëherë del përgjigjja e duhur. Dyshim me dyshin thjeshtohet, jep 1, rënja e pesës. Kur ky dyshi është këtu, rënja e pesës në katror. Dhe rënja e treshit në katror. Pra katrorin e merr edhe numri që është lart edhe poshtë. Thamë që dyshim me dyshin thjeshtohet, jep 1. Atëherë çfarë mbetet? Rënja e pesës në katror, dyshim me rënjën katrore thjeshtohet, ngelet pesa dhe rënja e treshit në katror, rënja me katrorin thjeshtohet, ngelet 3. Pra gjithë vlera e shprehjes p sa dal ka përgjigje p baras m 5 të drejtët. E përsërisim edhe një herë, në qoftë se ndonjëri nga ju ka dëshirë të provojë, pasi e ka parë ushtrimin se si punohet ta zgjidhë vetë atë, atëherë ndaloni videon, zgjidheni atë në një fletë, duke shkruar vetëm kërkesën dhe pastaj shikoni. Nëse ju pasi e keni parë këtë video, keni arritur në përfundimin se mund ta zgjidhni këtë ushtrim pa e parë videon, atëherë kjo është një tik për ju, pra një shenjë shumë e mirë dhe pozitive. Dhe ky është qëllimi i videove që unë bëj, që nëse cilin nga rastet ju të mësoni sa më shumë veti, sa më shumë zbatim dhe sa më shumë rrugë zgjidhje për situata të dhëna, pra të mos trembeni nga vështirësia që ka ushtrimi apo nga shumë veprime, në qoftë se ti i ndjek veprimet në një radhë të caktuar, atëherë zgjidhja del vetiu.
Unë ju falenderoj nga zemra dhe shpresoj të kem qenë sa më e qartë në shpjegimin e kësaj situate të dhënë problemi.